thonë në mënyrë të vazhdueshme njerëzit që ilaçi i kancerit dihet ose është i lehtë për t'u përgatitur, por nuk duan interesa të tjera. Këtu fut parasysh farmaceutikën dhe këto tjerat. A është vërtet ndonjë gjë e tilla, apo është e vështirë kjo zbulimi i ilaçit të kancerit? Unë mendoj të kundërtën. Se nëse do të ishte ilaçi i kancerit, ajo kompani që do ta kishte do ta nxirrte për qëllime përfitimi. Ne punojmë me shumë kompani farmaceutike që bëjnë edhe sponsorizimin e programeve dhe kanë patur programe që një program ka shkuar deri në 2 bilion, 2 miliard dollar gjithë projekti. Përse? Për të gjetur mjete diagnostikuese për kancerin e zorës trash dhe për kancerin e mushkrive. Me anë të analizave të gjakut. 2 miliard dollar projekt, vetëm për një projekt. Janë rekrutuar gati 80.000 pacientë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do thënë, janë shpenzime kolosale që bëhen për të arritur një qëllim të saktuar terapeutik apo një tjetër. Dhe nëse do të dilte dhe do të kishte avantazhi që pretendoi në teorinë e vetë studimi, nuk besoj që ajo kompani do kishte interes që ky medikament mos dilte në qarkullim dhe të përfitonte shumë amarament. Jo, them sepse këta qesin ilaçe që bëjnë terapitë, këta përfitojnë. Nuk e besoj. Nuk e besoj, ka shumë teori konspirative, ka shumë teori tjera, domethënë nuk do të thotë që çdo gjë është e mundur në këtë botë. Domethënë unë personalisht jam mendje hapur. Nuk mund të them që absolutisht jo. Siç e ka thënë edhe Einsteini që gjithçka është relative, vetëm një gjë është absolute, që gjithçka është relative. Dhe këtij parimi i qëndroj. Për ju çdo thot realisht, ëndra amerikane. Ëndra amerikane për mua është mundësia që t'i jep për të arritur potencialin tënd maksimal si individ. Ëndra amerikane është ajo që të bën të mundur që me anë të punës, përkushtimit, ti mund të arrish gjithçka. Nuk ka limite. Amerikanët thotë sky is the limit. Qielli është limiti. Natyrisht edhe këtu ka politika sa më lart të ngrihesh, aq më fort bëhet edhe konkurenca politike, natyrisht është e pranishme, por aman nëse ti je i Zotit, je punëtor dhe tregon që me anë të punës tënde rezultatet e tua i shërbejnë qëllimit të vendit për cilin ti punon, ti je i lirë të vraposh sa të duash. Domethënë kjo është ajo që e bën ëndrrën amerikane kaq të bukur dhe kaq të rëndësishme për të gjithë ata që duan ta përjetojnë. Sa rëndësi ka origjina shqiptare në karrierën tuaj profesionale? Unë do thosha që ka luajtur një rol kyç. Më thënë, traditat tona shqiptare dhe vlerësimi që i bëjmë ne, më thënë, puna e palodhur, po të shikosh, gjithë shqiptarët janë të palodhur, punojnë shumë, duan të edukojnë fëmijët e tyre. Dhe këtu vërej që janë njerëz të backgroundeve të ndryshme, edhe ata që në Shqipëri nuk kanë patur shansin të edukoheshin, që vinë kanë qenë punëtorë të thjesht, këtu duan që ta lartësojnë familjen e tyre. Duan të fëmijët e tyre të bëhen mjek, të bëhen avokat, të bëhen inxhinier, të bëhen financier, të bëhen ekonomist. Kjo më gëzon jashtë mase dhe është një vlerë kombëtare e vyer që duhet ta ruajmë do e mos, sepse na bën që ne si komunitet shqiptar të zhvillohemi dhe të ecim përpara dhe na bën krenar. Çfarë këshille, sugjerimin do t'i jepit fëmijëve shqiptarë amerikanë të cilët kanë qef që të ndjekin rrugën e shkencës, mjekësisë, qoftë dhe të fushave të tjera? E para të thosha mos u dorëzoni asnjëherë përpara vështirësive dhe sfidave. Besoni tek vetvetja, investoni tek vetvetja. Dhe kur them investoni tek vetvetja,
investoni shpirtërisht, psikologjikisht, ekonomikisht. Investoni, mos keni frikë të investoni tek shoqëria, tek komuniteti juaj, tek familja juaj. Familja juaj është baza kryesore. Ruajini vlerat e mira, traditat e mira shqiptare. Kombinojini këto me vlerat e bukura të shoqërisë amerikane. Se jo, edhe këtu, edhe këta si kanë gjithat mira, edhe këta kanë deficitet e veta. Por në qoftë se ti merr më të mirat e dy, e traditës shqiptare dhe kulturës amerikane, ajo krijon një kombinim të jashtëzakonshëm. Dhe fokusoheni, të jeni të vendosur për qëllimin që i keni vënë vetes dhe të vazhdoni rrugtimin tuaj, sepse ky rrugtim gjithmonë do u çojë në objektivin tuaj final. Doktor, juve keni qenë vazhdimisht dhe jeni aktiv në komunitetin shqiptar. Ne si pasqyrues të aktiviteteve ju kemi parë në këto organizime që janë bërë. Ku që do rëndësia të qenit aktiv në një komunitet në emigracion? Besoj që rëndësia qëndron në faktin që ne duhet të qëndrojmë të angazhuar e të përfshirë, ajo pjesëmarrja. Pjesëmarrja besoj është shumë e rëndësishme në komunitet, në shoqëri. Sepse është sikur të themi që nuk do shkojmë të votojmë. Por nëse kërkojmë llogari pushtetit lokal këtu apo pushtetit federal, pse nuk u bë kjo gjë apo ajo gjë? Ti nuk merr pjesë, por në njëjtën kohë ti ke pritshmëri. E njëjta gjë do të thosha është edhe për shoqëri, edhe për familje, që ta çojmë në bazën e shoqërisë, e cila është familja. Që kështu angazhimi civik, angazhimi civil është i dobishëm dhe i shëndetshëm për shoqërinë. Dhe një këshill apo një sugjerim do të jepja që kemi një term ne në latinisht, edhe Hipokrati ka këtë, domethënë që e para e punës thot mos bëj dëm. Ti si mjekësi e kemi. Primium ne nocere, thot latini. Thonë mos bëj dëm. E dyta mundohu të bësh mirë. Por po si jeni gjendje të bësh mirë, pak të mos bëj dëm. Sidomos kur dëmin e bën me koshiencën tënde, me vetdijen tënde. Këto nuk do të kenë vend në shoqërinë tonë, do të jenë të patolerueshme. E kuptoj që mund të ketë shumë element që e bëjnë edhe në mënyrë të pavetdijshme. Dhe kjo është pastaj për të diskutuar se si të ndihmojmë këta njerëz, për të ndërgjegjësuar. Por angazhimi civil është shumë i rëndësishëm edhe mund ta bësh fizikisht, mund ta bësh financiarisht, mund ta suportosh siç suportojnë shpirtërisht, siç janë institucionet tona fetare, që gjithashtu e bëjnë atë punë vullnetarisht, dhe këtu jemi me fat që i kemi të pranishme edhe kishat ortodokse, katolike, teqen, është një si mini Shqipëri. Do të thënë, ky angazhim besoj është tepër i rëndësishëm, por përsëri, do ta përsërit edhe një herë, mos bëj dëm. Kur s'bën dot mirë, mos bëj dëm. Personalisht, si individ, si familje, por edhe si televizion, si drejtues i televizionit, i kam patur kënaqësinë edhe kam patur edhe mirësinë që të marr këshillat tuaja si mjek, si shkencëtar, gjatë kohës pandemisë janë fanumër të bisedat që kemi bërë së bashku, këshillat tuaja kanë shërbyer për komunitetin shqiptar, që kanë dëgjuar ato nëpërmjet emisioneve, po edhe vazhdimisht juve keni qenë të gatshëm edhe me miq e tjerë që ne shikojmë e që na thonë. Si përballoni telefonatat gjatë ditës që kërkojnë ndihmë, sugjerime, mendime të ndryshme? E keni bezdi apo keni mundësi që ti përballoni ato? Se janë të gjitha suporte, janë frisës, askush nuk të paguhen për atë punë. Nuk më pëlqen kur shumë njerëz kërkojnë ndihmë natyrisht në mënyra të ndryshme, sot teknologjia e ka lehtësuar këtë punë. Dikur kanë qenë shkëmbimi me anë të letrave të kartolinave, sot
Messenger, e WhatsApp-i, e mesazhet, e tekstet, e të gjitha domethënë e bëjnë më të lehtë këtë punë. Shumë njerëz ndihen pak keq dhe thonë më fal se po të bën siklet, po kam një pyetje, kam një këshill apo kam një analizë që duhet ma shohësh. As pak fare nuk bezdisem. Përkundrazi më shumë më bezdis fakti kur më thonë që më fal doktor se po të bezdisim. Ajo më bezdis më shumë kur më thonë që po të bezdisim. E vetmja gjë që kam unë është që shumë herë nuk mund të kthej përgjigje shpejt për arsye të kohës apo obligimeve të tjera. Ne kemi shumë takime çdo ditë, gati 5-6 orë takime në ditë me ekipe të ndryshme. Dhe u kërkoj ndjes kur nuk ja kthej përgjigjen në kohë. Për mua është kënaqësi shumë e madhe. Dhe besoj e kam në ADN-n time që dua të ndihmoj njerëzit. Me gjithë shpirtin, me pastërtinë dhe me përgjegjësinë time më të madhe. Me aq mundësi sa kam, se kur jam në gjendje them që nuk të ndihmoj dot, por sugjeroj që të bësh 1, 2 apo 3. Por për mua është një kënaqësi shumë e madhe që të ndodhem njerëzve pranë në momente të vështira, në momente nevoje. Dhe njerëzit janë shumë i njohës. Natyrisht pa i paragjykuar as pak, as njëherë. Dhe kështu besoj do të mbetem deri dita sa të mbyll syt.